Shqipëria u vlerësua pozitivisht për ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian gjatë pjesëmarrjes së raportuesit Andreas Schieder në forumin e dialogut, edhe disa hapa drejt BE-s, i zhvilluar në praninë e ministres së jashtme Eliza Spiropali dhe ambasadorëve të huaj. Schieder u shpreh se në mbyllje të mandatit të tij në Parlamentin Evropian në vitin 2029, shpresojnë që të jetë ai që të komunikojë Shqipërisë vendimin për anëtarësim. Unë them që Kuvendi i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare kanë bërë shumë punë të mirë dhe nëse plani vazhdon me të njëjtin ritëm dhe reformat bëhen e përmirësojnë jetesën e shoqërisë, atëherë ka një mundësi shumë të mirë integrimi të përfundojë në fund të kësaj dekade. Ministri Spiropali u shpreh e vendosur për përmbushjen e detyrimeve të vendosura nga Bashkimi Evropian dhe për mbylljen e suksesshme të gjithë kapitujve negociues. 2026 është vit vendimtar për objektivin ton strategjik për mbylljen e procesit teknik të negociatave brenda vitit 2027. Këto nuk janë fakte të thata apo tregues statistikor. Janë një sinjal politik. Shqipëria ka ndërtuar kapacitetin për të ecur me ritmin e Bashkimit Evropian dhe besimin për ta merituar bashkimin me familjen tonë natyrale me Europën. Në këtë forum u nënvizuar gjithashtu rëndësia e zgjerimit të BE-s dhe përfshirja e të gjithë Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në Shqipëri si pjesë e domosdoshme e procesit të integrimit evropian.